Me ardhen e Donald Trumpit në pushtet, po flitet që domethënë do të kemi edhe lirimin e ish presidentit Hashim Thaçi. Por kjo është një paradoks në vete për arsye se ishte Trumpi në pushtet kur Hashim Thaçi u arrestua nga gjykata e Hagës. Mirë, Trumpi nuk kishte kontroll mbi gjykatën e Hagës, gjykatën e Hagës e kishte Kabala në kontroll dhe ishin të njëjtët gjyqtarë, Smithi që ka qenë kundër Thaçit, që ka pasur është vërtet dhe kundër Trumpit, dhe Trumpi nuk mund të ndikonte dot mbi ta. Madje mund të them që Thaçi është dënuar pse pranovi të shkonte në shtator të 2019-s, pse pranoi dhe Kabala i ka thënë që ai nuk duhet shkojë që të jap Trumpit akses dhe një rritje të fuqisë në qoftë se ai do realizonte këtë marrëveshje paqe që ishte një pikë nxehtë e globit para opinionit publik 3 muaj para zgjedhjeve. Do ishte një kartë forte e Trumpit që do ta përdorte. Mirë, po këta jo më kot, atë ditë që ai u nis, i shpallën atë urdhrin e kërkimit nga ajo Haga në Vjenë në mos gaboj, dhe në bisedime iku vetëm Abdullah Oti, kundër të cilit s'ka pasur ndonjë gjë dhe s'ka pasur ndonjë mjet si ta kërcënonin, sepse ata nuk kanë dashur që askush nga Kosova të shkonte në bisedime. Edhe Vučićin Kabala uren sepse e tradhtoi Kabalën duke shkuar në bisedime, sepse këtë gjëja ka kërkuar Putini, i cili ishte dakord që të bisedoheshe dhe të krijoheshe një marrëveshje paqe nëpërmjet shkëmbimit territor. Pa do të kemi lirimin e presidentit Hashim Thaçi me tani më që është i njëjti njeri që unë e ka akuzuar dhe Hashim Thaçin edhe Donald Trump që është Jack Smith? Kjo do të varet nga kontrolli mbi gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Nëse Trumpi do të krijojë një shumicë atje me njerëzit e vet, do të arrijë të krijojë një shumicë, atëherë sigurisht që ai do kërkojë është në nderin e tij që të kërkojë lirimin e financimit, nëse s'gaboj më duket ja kanë dalë gjykatës Hagës, apo nuk e kanë shkruar ende urdhrin. Po kanë presione të ndryshme që i bëjnë njëra tjetrës për ta kontrolluar gjykatën e Hagës, dhe janë në bisedime, në negociata, nuk dihet se si do të shkojë fati i gjykatës së Hagës. Çka do të ndodhë me politikën në Shqipëri dhe në Kosovë sa ka? Do të kemi domethënë krijimin e qeverisë Kurti 3 me ardhen e Trumpit në pushtet, duke i ditë që raportet Kurti Trump, konkretisht Kurti Grenell janë raportet. Shiko, unë mendoj që Trump e duar troket një lloj rebelimit Kurtit ndaj Kabalës. Sepse gjithë të vite që Trumpi ka qenë në opozit në Shtetet e Bashkuara, Albini ka treguar një lloj pavarësie ndaj kërkesave që i kanë bërë këta ndërkombëtarët, dhe ai ndoshta e shikon me simpati për këtë çështje, kurse Grenelli, për mendimin tim, është dritë shkurtër dhe e shikon më thjesht situatën, kurse Trumpi e shikon më të... A ka ndikim Grenelli tek Trump? Shiko, Trump nuk pyet asnjë. Trump gjatë bisedave me këshilltarët i aprovon për çdo gjë që i thon ata, dhe në fund kur ata i japin një zgjidhje, ajo thotë jam shumë dakord, dhe vetëm të nesërmen e shikojnë që ajo jep një zgjidhje tjetër të kundërt nga ajo që kërkonin ata. Pra Trumpi është i paparashikueshëm. A do të kemi qeverinë Kurti 3 sipas teje Cako? Shiko, këta të Evropës do përpiqen ta ndalojnë Albinin, sepse e dinë që Albini nuk ju bindet për çdo gjë, dhe nuk e duan, nuk e shikojnë me dashamirësi. Por them që do të ketë një ndryshim të sjelljes nga Michael Rubio mbi Albin Kurtin, dhe do ta shikojë si partner në Kosovë, dhe unë mendoj që ambasada amerikane, tash që u caktua dhe një shqiptar aty, mos gaboj, me origjinë nga Kosova apo jo, si ambasador, do të ndikojë për afrimin e Albinit me Trumpin, por ky do të jetë një afrim i vështirë për shkak se Trump është shumë pranë Putinit. Pra, po do të ketë marrëdhënie shumë fleksibël. Afrimi i Trumpit me Putinin do të ndikojë negativisht në marrëdhënien Kosovë-Serbia, do të kemi një... Nuk e besoj, sepse toka e Kosovës është një tokë kryesisht amerikane, pasi Shtetet e Bashkuara me borxh kanë paguar $45 miliard gjatë kohës së luftës, dhe
ai territor tashmë shikohet si një territor amerikan brenda Evropës. Dhe mund të them që Pa do të kemi insistimin e Trumpit për Kosova mund të jetë i vetmi vend që sidoj që të ndahet Evropa me Amerikën, se mund të hyjë në luftë Evropa me Amerikën. Evropa mendon të armatoset to 2 vjet dhe të sulmoj Rusinë. Trumpi nga ana tjetër mendon që në një moment të tillë të përshtatshëm të sulmoj Kanadan dhe Groenlandën. Groenlandën është duke e marrë shumë shpejt. Pra do hyrë në luftë me familjen mbretërore daneze. Po Danimarka, sot gjithë vendet e Evropës janë shumë të bashkuara kundër Amerikës, nga globalistët janë në unitet dhe këta të gjithë të bashkuar do reagojnë kundër Shtetet e Bashkuara dhe s'është çudi që më vonë të ketë dhe një luftë midis Evropës dhe Shtetet e Bashkuara. Pra do të kemi qeverin Kurti 3, sipas teja? Dhe në qoftë se do arrit t'i bëj mbi 60 mandate, që mund të shkojë 61 me gjithë Fatmir Limajn, me vështirësi të mëdha, në qoftë se do të realizohet kjo dhe s'do kem presion e këta 10 përfaqësuesit e këtyre grupeve të vogla jo serbe që janë në Shqipëri, në Kosovë, më fal, në qoftë se do të bëhet qeveria, do të jetë një qeveri shumë e brisht, sepse secili do të ketë tekat e veta dhe duke ditur që largimi i njerit mjafton të prishte qeverinë, atëherë këta do ta shfrytëzonin për përfitime personale maksimaliste, sepse raste të tilla të jepen rrallë në jetë dhe Albini për të mbajtur pushtetin do detyrohet të bëjë shumë lëshime në një rast të tillë hipotetik, çka do ta dobësoj shumë si kryeministër dhe do të arrihet asociacioni i komunave në shkrimin e tij me ordën e Trumpit? Trumpi kërkovi dhe në bisedimet e para që bëri mes Abdullahotit dhe Vučićit që të ketë shkëmbime territoriale me qëllim që Serbia dhe Rusia të pranojnë vetëvendosjen e shqiptarëve. Por kjo do bëhet me shkëmbim territorësh, do sa do marrin aq do japin. Në qoftë se bëhet fjalë për 1000-1100 km2 në ato 3 komunat e Veriut, po aq do japën në zonën në luginën e Preshevës, Medvegjë, Preshev dhe rrethinat e Bujanovcit. Dhe njëkohësisht shqiptarët do të kontrollojnë edhe një prej segmenteve të autostradës që lidh Beogradin Nishin dhe Greqinë në atë territor. Dhe kjo do të jetë një gjë pozitive. Nëse nuk vjen realisht, edhe hipotetikisht nëse nuk vjen Albin Kurti në pushtet, kush sipas jush është më afër ta marrë pushtetin apo ta themeloj qeverinë Kosovë? LDK apo DK? Po, kushtetuta e Kosovës një edhe vendin e dytë, por problemi është që nuk ka lënë afate që vendi i parë të ketë afate për të krijuar qeverinë dhe pastaj ta marrë vendi i dytë. Dhe me këtë fakt Albini po luan edhe po punon ngadalë, sepse qeverinë në fakt e kontrollon ai.